Nëse Aneli kesh pas mundësi për atë ndeshje me ndryshu diçka, a kishe ndryshu diçka në atë ndeshje, ose a kishe shtu diçka tjetër prej asaj çka ka ndodhur? Një gol. Vesh një gol. Vesh një gol. Edhe të drejtën pak ka qenë interesante sepse pas ndeshjes edhe pse ka qenë domethënë gjithë ai gëzim dhe emocione të ndryshme, unë nuk kam qenë pas përfundimit, ato momentet e para pas përfundimit të ndeshjes, unë nuk kam qenë shumë domethënë i harreshëm ose nuk ndoshta në intervistën që kam pas parën aty pas ndeshjes, më kanë kontaktuar më një herë familjarët pas ndeshjes, kanë thënë pse u doke pak si nervoz, pse ke pak si domethënë jo i lumtur. Po jo i lumtur, thash, po nuk fitum, domethënë kam pas shumë dëshirë, kam pas shumë dëshirën e madhe ta japim një gol sepse të drejtën golën për publikun, domethënë për tifostan, për gjithë ata njerëz që na kanë shikuar, edhe pse në ajo llogaritje fitore pas ndeshjes, domethënë kemi marrë lavdata shumë për paraqitjen që kemi bërë. Po unë personalisht domethënë veç ato që ashtu, domethënë një gol kish qenë një ajo që e kish mbuluar atë ndeshje kështu.